u dëgjua në një pjesë të konsiderueshme bregu të Medi, që pas arrestimit të Aldo Avdylajt të Shiakut, pati shumë aludime në shtyp, se edhe ai mund të jetë i dyshuar për zhdukjen apo vrasjen e Martinajt. Disa media e vinin e konsideronin shumë fort që ai është. Çfarë dini? Dëshirë t'i përgjigjem kësaj pyetje. Shiko, shpeshherë në shtyp kam parë që një ndër porositësit e vrasësve të Ervis Martinaj mund të ketë qenë Edi Rama, ku e diun, ky që mund të kemi komshi tani në Zamir Mane me radhë. Në logjikën, ta mbaroj. Okej, trigjem. Kam pjesën time. Po. Shumë thonë që njeriu që e kreu vrasjen është Indrit Dokla dhe shumë thonë që është Aldo Avdyli. Sot që u arrestua Aldo Avdyli, thonë që është Aldo Avdyli. Pra, kjo është logjika e krimit në këtë vend. Jo çdo kush që arrestohet mund t'ja vëmë atij. Dhe çdo kush që është në arrati t'ja lëm atij. Pra, media në këtë vend, për pak klikime mund të luaj me çdo lloj emri të mundshëm, çdo lloj armiku që kishte Ervis Martinaj në atë kohë, pra duke filluar nga Indrit Dokla duke përfunduar tek më i fundit, në biznes njeriu më i interesuar ishte Zamir Mane, dhe logjika kur pa ju zhduk, ishte kjo. Sot, diskutojnë dhe hedhin në një treg nëse është gjallë apo jo. Atëherë, unë do të sjell një fakt pse nuk është gjallë. Familja ka kryer një rit familjar Të vdekjes. Që do të thotë, familja vjen nga një histori e cila vjen nga një linjë e cila nuk mund bëj histori të tilla që nëse nuk do t'ishte e bindur që kishte vdekur, do ta bënte një histori të tillë. Pra, ne nuk kemi asnjë lloj logjike që Ervis Martinaj është gjallë. Kemi thjesht vetëm një histori se kush është porositësi dhe vrasësi i Ervis Martinajt. Pra, njeriu që e ka kryer është Indrit Dokla apo Aldo Avdyli. Sot gazetarët hedhin 5 fjalë në logjikën e tyre që kush e kreu nga këta të dy. Me që u arrestua Aldo Avdyli, thonë që po ky e bëri. Po cili nga këta dy? E kreu. Kemi vetëm një gjë që mund të na vërtetoj në logjikën e asaj që na sjell shteti, që njeriu që e konfirmoi vdekjen e Ervis Martinajt, gazetar i cili nuk vjen nga radhët tona, është Baton Haxhiu. Njeriu i parë që vërtetoi që Ervis Martinaj është vdekur. Është vrarë. Po ai e vërtetoi. Deklaratën e parë që ky njeriu është vrarë. Kërë më pasim mundet të vërtetoj? Jo, siç mund ta them dhe unë, pse ato që tham unë janë vërtetim, janë deklarata publike. Deklarata, e? Po pra, deklaratën e parë publike, Ervis Martinaj është vrarë dhe është coptuar, sa Baton Haxhiu. Po. Ky njeriu e. Po si ka mundësi? Në këtë, pasi ka mundësi. Por Rama Batoni. Ti thua që ja ka thënë Edi Rama Batonit? Ja, nuk e di, nuk e thash. Ti e thekë. Se këta që... Jo, nuk e di. Jo. Ja, nuk e di. Këtë e the ti. Edhe Batonit, ka biseda kështu me këtë kategori njerëzisht? Jo. Unë në çudinë time, kur tha Batoni që Edi Rama ka fituar 33 mandate, aty thash që Batoni ka informacion. Se dyshoj atë... Edhe rreth mandateve dhe rreth Ervis Martinaj. Aty, jo, të kjo Ervis Martinaj edhe isha në diskutim. Shumë interesant. Pra, në logjik, pa e quar në këtë... Ju, zotë, ju e keni suksesin tuaj në të gjitha marrëdhëniet, domethënë, edhe në mënyrën tënde se si e paraqet në përpiqem, po jo gjithmonë i arrimit. Jo, sot jemi në një pikë. A është vrarë Ervis Martinaj? Po është vrarë, nuk vihet në diskutim fare. Ka që vetë. Sot diskutojnë. Aldo Avdylaj? Aldo Avdylaj apo Indrit Dokla? Një nga këta dy? Edi Rama apo Zamir Mane? Ja, kjo është diskutimi. Janë dhe këta dy të di? Jo, të di. Pra po më fut mua në një diskutim. Në dilem jam për të parët? Jo. Për të parët nuk e kuptoj. Jo, po nuk e ke me mua në diskutimin. E ke me t'jadhin.
ai zotëria që ka bërë atë diskutimin atje, që po i shkon gjykatës, ai e ka me ata. Babai, Po ai babai, po pse unë jam një diskutim, si të them që e vrau Aldo Avdyli dhe e vrau Indri Dokle, jam në të njëjtën diskutim. Dhe të them si gazetarët e tjerë që Edi Rama e porositi apo dikush tjetër, prap jam i diskutim se nuk e di të vërtetën. diçka rreth kësaj pyetje të kolegët e tjerë? Ai që e ka bërë atë, ai e di fare mirë se Diçka? ka mbaruar punë. Aldo Avdylaja kushës. Jo, më fal, kam dhe një fjali, Te kjo pikë. emrin në cilin nuk përmenda, është një emër që se kishim një debat për para se të fillon të emisioni, për të qenë shumë koherent në këtë emision. Shiko, për para në zhdukjen e tij, ka një inspektor policie cili u arrestua për para se të shkonte në... Ai ka dhënë të gjitha detajet. Tani, emri tret në cilin këto që përmenda, quhet Ervis Lami. Si? Ervis Lami. Ervis Lami. Po. Ky është emri tret që përmendet në zhdukjen e këtij personi. Po përmendet edhe në hetimet që SPAK bën. Për të qenë koherent. Qartë. Se përmenda dy emra, po Jojnë, kolegët, te kjo pyetje? tek i treti në logjik. Dalin shumë vrasore. Dhe Aldo, tani u përmend Aldo Avdylaj. Ka dilema dhe për këto gjëra, sa bregu e gjithë për filanin dhe emrin e fundit që ai paraqiti. Lami. Ky emri Aldo Avdylajt lidhet me faktin që policia, edhe pse me vones, jo në kohën që pra të thuash familjarët njoftuan policin për zhdukjen e Vis Martina 11 gusht, por nuk ishte zhdukur 11 gusht. Mund të ishte zhdukur 1 ditë, apo 2 ditë, apo 3 ditë më para. Pastaj ka pas një hetim dhe, sa di unë, policia shkencore, ose ekspertët e kriminalistikës, që themi neve, kanë britur të vila e Avdylajve në Shijak me vones, që mund të jetë 1 javë, 2 javë, 3 javë, mbas ngjarjes. Gjithsesi, ato janë munduar aty pra që bëhet kjo lidhja. Pra kapet ai atje dhe gazetarët direkt bën lidhje. Mos haro pjesën e dytë, mos ikar. Thuaj, pjesën e dytë është e rëndësishme se ka njerëz tjerë që ti fotografosh. Po, falni, falni se jemi live dhe prosi fotografim se ikën shpejt në shtëpi ky. E kërkoj njerëz të shtëpisë. Falë, Ferdinand. Pra lidhja me Avdylajt bëhet sepse supozohet apo është thënë për shkakun se policia aty ka bërë hetim, se është kapur, zhdukur, ka filluar zhdukja e tjera e Vis Martinajt. Fabula është e thjeshtë,